Shqipëria dhe Italia po shohin mundësinë që qytetarët e dy vendeve të marrin të njëjtin shërbim në dhomat e noterëve, pavarësisht vendodhjes. Gjatë takimit mes ministrit të drejtësisë Ylli Manjani dhe homologut të tij italian, Andrea Orlando, u diskutua gjithashtu dhe për transferimin e të burgosurve. Bisedova edhe për një çështje të cilën unë kam ngritur dhe me dhomat e noterisë italiane dhe shqiptare, nëpërmjet të cilës ne duam të arrijmë një objektiv, një qëllim të përbashkët që të shërbehet qytetarëve italian dhe shqiptar në një zyrë të vetme, qoftë kjo në një zyrë të noterit italian apo qoftë kjo në zyrën e noterit shqiptar në Shqipëri. I pyetur nga Euronews mbi miratimin e paketës së dekriminalizimit, ministri italian tha se kjo është një arritje e rëndësishme, jo vetëm për politikën, por edhe për sistemin e drejtësisë. Credo che sia un passo importante. Është një hap i rëndësishëm pasi këtë hap e ka ndërmarrë edhe Italia disa vite më parë. Besoj se ky hap është perceptuar si rëndësishëm edhe nga vetë forcat politike, të cilat kanë rënë dakord për të. Ndërhyrja në sistemin e drejtësisë kërkon gjithmonë forcime për unitet sa më të madh të mundshëm. Ndërkohë, ministri i drejtësisë italiane Andrea Orlando ju përgjigj kërcënimeve të marra përmes një letre që mbante firmën e ISIS. Quello che possiamo dire è che ajo që mund të them është që vërehen edhe simbolet e xhihadit, dhe ajo që mund të them sërish është se Italia ka ndërmarrë një sër masash në luftën ndaj fenomeneve me karakter terrorist dhe xhihadist. Ne po ecim përpara në luftën ndaj tyre. Gjatë vizitës në Tiranë, zoti Orlando u prit në takim dhe nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, me të cilin ranë dakord për forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar dhe emigracionit.